Sheki s'u kishte zonë kërkuj. Pa e përmon një situatë hipotetike se të ishte Osmanit me shtu si debat. E mon po e zonë që Kosova ki shku si autonomi në vitet e shpërbomjes Jugoslavës. Si Kroacia, Slovenia ative. A dini që edhe na ishdosh me hin luft, por kishmi pas mbrojtje territoriale, kishmi pas armatim, edhe kishmi pas situatë krejtësisht më të favor. A kishe ka për armën ti? 100% se jo. Besoj, këtu të besoj. Po e ka ka armën. Unë e kam ka armën unë. Po problemi që e keni privatizu pak ju. Pyetja është e përgjithshme, jo personale. A e kishte ka për populli armën? Se jo. Në momentin, shiko, a i ka shkuar koha. Rugova s'ka dosh se i ka pas njerëzit e vetë në shkyqën në ushtri. Po ti je me të? Me kë? Me Rugova. Po jo, pa Rugova. Po çka ka të kese me që Rugova? Është një ilis dhe më hus. Jo, absolutisht. Bile thash unë, kua me mojë sot dënin e sotit, unë djale kam 22 vjeç. Me 22 vjet me dalë balë protestave nacionale, nivel kombëtar. Këta rallë dërë, një herojt e kohës. Që se cila kohë i kohë herojt e vetë. Këtu unë asë një fjallë se... Jo, ne veç e kemi një detyrë. Po, problemi që ashtojmë qështën që e keni njësë ju në aspektin ma të gjonë, edhe historik, edhe diplomatik, edhe ndërkombëtar. Unë për shembull i thash patronit, se di, e lexova një raport... Të gjithë po i beson vetëm një dhe jo. Po duhet me besu se raporti NATO, unë kam qenë para NATO, sot i djallë. NATO jo ka orë në ka gjetur këtu. Në histori nuk thuhet mos të shkon kja të shokja. Mos të shkon Skënderbeu që atë shbo. Mos të shkon lufta e Hitlerit që e shbo me Kosovën. Edhe mos të shkon të mos të një shkatë të shbo. Historia nuk e një këtë të tjerme. Zotin Muslio, vetëm pak. Ta dëgjojmë zotin Kryezio. Po, problemi është që na vazhdojmë me debatu, çka nese.